Është finalizuar në Vlorë operacioni policor i koduar metodat për kapjen e një personi shumë kërkuar dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit. Gjatë operacionit u arrit të kapet dhe të arrestohet provizorisht me qëllim ekstradimin drejt Italisë një shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dënuar nga autoritetet italiane me mbi 12 vjet burgim për pjesëmarrje në organizat kriminale të armatosur me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Në vijim të punës intensive, timore dhe operacionale për lokalizimin dhe kapjen e personave në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara, si dhe në përdorimin e metodave speciale të hetimit për zbulimin si dhe lokalizimin e një personi shumë të kërkuar nga autoritetet italiane. Në kuadër të operacionit policor të koduar metodat, u bë i mundur lokalizimi në një lokal në Bosh, kapja dhe arrestimi provizor i shtetasit Mojsi Habilaj, 48 vjeç, banues në Babis e Vogël Vlorë. Ky shtetas është dënuar nga gjykata e Katanias në Itali me 12 vjet, 2 muaj e 13 ditë burgim për veprën penale pjesëmarrje në organizat kriminale të armatosur me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Po ashtu ndaj tij u ekzekutua edhe masa e sigurisë arrest në burg, e caktuar me vendimin numër 192 të datës 26 dhjetor 2018 të gjykatës së krimeve të rënda për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, trafikimi lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe grupi strukturuar kriminal. Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet EA, 46 vjeç, banues në Sarandë, si dhe u procedua në gjendje të lirë një tjetër shtetas italian me inicialet SF, 70 vjeç, për veprën penale për krahje e autorit të krimit. Ndërkohë materialet procedurale tashme janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.